Se kur fola ule për Gjakun, a dini ju që me fol për Gjakun është budallalla ku maj madh shekull 21, se këtë botë njën veç 4 grupe Gjakut. Këtë botë njën 4 grupe janë. S'ka ma shumë. Kurse, aj që thot, kush e njën vetën shqiptar, vjen e lunë ka, aj pe poshnon, kret Dardan, kret futbolistët e kombëtarës Kosovës, edhe kret Kosovë që shkojnë me këshyri atë, edhe që mburen me ta, më falë. Dhe tash, e veç edhe një fjali po e thonë për atë duken. Se Sokoli ka dëshmitar gjallë që Shqipnia nuk e ka votu Kosovën në UEFA. Kjo fakt. Dhe sot del Duka e thëtë kosho shqiptarë vjen këtu, kjo është skandaloze, që kjo është tradhti. Që kjo është tradhti, që kjo fjollu është rasiste, është tradhtare, është thikë ma shvinit ta mund si... Kjo është tradhti e organizimi me Serbinë në kampionatë e Evropës. Shiko, nëse ne jemi 2 shtete, që unë e quj që jemi 2 kombe, sepse për shqiptarët e Kosovës kombi se din që ka është, ajo etninja për bashkët, kurse kombi është strukturë politike, konstrukt politik, s'ka lidhje me Gjakun, me kulturën, me gjuhën, ajo është diçka tjetër. Por, problemi që ndonë në faktin që me talon ekipin kapiteni, kjo të rafti. Sepse edhe në ushtrin talen, i njojti, me qenë kapiteni FSK-s, i njojti talen ushtrin mal e isë. I jamati ka. Nuk është në sport kapiteni i ushtrisë dhe kapiteni i ekipit. Për mu janë një krejtë qif njojtë. Se janë metaforë, ajo i baraban të ushtrim. Matoshi, vetëm pak të dëgjëm. Ajo është një kod e tip drejtori din ma mirë, që ja ka besu dikush. Ajo sa shkel besimin me 2 kom. Matoshi, prit të dëgjëm kontra argumentin e Sokolit. Deklarata e damshme është me thonë që Duka ka votu kundër. Duka ka qenë një prej lobusëve më të mëdhej me ekipin e Federatës Futbollit të Kosovës. Unë të garantoj këto sepse unë kom qenë pjesëmarrës në ato aktivitete dhe di sakt. Për votën atje çfarë është dhënë, po mundohen